Nga Agjencia e Ushqimit edhe e Veterinarisë ka njoftuar se vitin e kaluar janë kryer mbi 125.000 kontrolle në të gjithë territorin e mashinisë së veriut. Mesjeres nga agjencia bëjnë të ditur se janë shqiptuar edhe gjoba në vlerë prej 618.000 euro. Krahas tregtisë së brendshme, objekti kontrolleve ishin edhe prodhimi, shpërndarja, gastronomia si dhe importi dhe eksporti. Theksi i kontrolleve u vendos në zbatimin dhe mirëmbajtjen e procedurave të praktikës së mirë higjienike dhe praktikës së mirë prodhuese, si dhe të sistemit HACCP për sigurinë ushqimore. Frekuenca e kontrolleve zyrtare nga agjencia informojnë se është realizuar në përputhje me kategorizimin e objekteve, operatorëve ushqimor sipas rrezikut, ku objektet e kategorizuara me rrezik të lartë janë kontrolluar më shpesh sesa ato të kategorizuara si operator me rrezik të ulët. Në vitin 2025, nga numri i përgjithshëm u realizuan gjithsej 47.200 kontrolle në tregtinë e brendshme, në kuadër të mbikëqyrjeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme inspektuese, me që rast u lëshuan 5.406 vendime, u paraqitën 10 kallëzime për kundërvajtje, u shqiptuan 1.073 urdhër pagesa për kundërvajtje me vlerë totale prej 618.010 eurosh, në kundërvlerë në denar. U paraqitën gjithashtu 8 kallëzime penale, të gjitha nga fusha e mbrojtjes shëndetësore dhe mirëqenies së kafshëve. Nga atje njoftojnë se në kuadër të këtyre kontrolleve janë konfiskuar dhe asgjësuar ushqimi pasigurt, mish dhe produkte mishi, qumsht dhe produkte qumshti, fruta të thata, vezë, peshk, produkte ëmbëlsirash, si dhe pije alkoolike dhe jo alkoolike, në një sasi totale prej 355.377 kg.